Në këtë listë kësaj janë 18 veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës, 12 familjarë, të dëshmorëve të dheut, 5 ishtë të burgosur politik të regjimeve të Jugosllavisë dhe 2 të mbjetuar të masakrave gjatë luftës shqiptare kundër Serbisë së Miloševićit. Të gjithë këta bashk nuk e njohin Republikën si slogan, ata e njohin Republikën si plag, si sakrificë dhe si amanet. Kjo është arsyeja pse kjo listë ka peshë morale, sepse në të bashkohen njerëz të dijes me njerëzit e rezistencës. Në këtë listë kemi edhe 7 kandidat nga Mërgata, sepse Mërgata jonë e ka mbajtur gjallë këtë vend, me punë, me mund dhe me besim. Dhe i kemi 10 kandidat, 30 vjeç e matri. 32 kandidat garojnë për herë të parë. Sepse ne jemi një front i madh qytetar, me dyer hapur, nga ku hapim rrugë për energji të re, për mendim e veprim të ri. Kjo është lista e njerëzve që angazhohen për të mirën publike, e njerëzve që nuk qëndruan anash, që nuk thanë kjo punë nuk bëhet, që nuk u pajtuan me idenë se politika duhet të takoj vetëm atyre që janë të fortë ekonomikisht ose të lidhur me klane të ndryshme. Sepse shteti nuk është pronë private, Republika është e përbashkëta jonë më e madhe, dhe shteti bëhet i fortë vetëm atëherë kur njerëzit më të përgatitur, më të ndershëm dhe më të përgjegjshëm vendosin të hyjnë në shërbim të tij. Ne nuk kemi listë spektakli sepse ne e duam artin. Nuk kemi listë marketingu sepse ne e duam prodhimin. Nuk kemi listë blokadash sepse ne e duam progresin. Dhe nuk kemi listë pazarësh sepse ne e duam zhvillimin. Pra, kjo nuk është listë grupacionesh sepse ne e duam shoqërinë, kemi listë me njerëz që ja duan të mirën Kosovës. Sot Kosovës nuk i duhet më shumë zhurmë politike. I duhet më shumë seriozitet, më shumë dije, më shumë njerëz që dinë ndërtojnë institucione dhe jo të zbrazin propagandë mlefi. Prandaj, lista jonë nuk është ndërtuar mbi famë boshe apo mbi pazare politike. Kjo listë është ndërtuar mbi punë, mbi dije dhe mbi shërbimin publik. Sepse ne besojmë në modelin e shtetit ku politika nuk është streh e mediokritetit, por bashkim i dijes, i ndershmërisë dhe i përgjegjësisë. Andaj jemi të gëzuar e fort nderuar të paraqesim para jush listën tonë, listën e fitores, listën e numrit 116. Numër 2 Glau Konjufca. Zëvendës kryeministri i parë, ministri i punëve të jashtme dhe diasporës, nën kryetari i parë i lëvizjes sonë. Ka studiuar filozofi në Universitetin e Prishtinës, përveç shumë shkrimeve në këtë fushë ka botuar librin Huti i Minervës fluturon në muzikë, Hegeli, pastaj Epistema e dhomës së zezë dhe Ontologjia e artit të shtatë. Aktivist prej themelimit, deputet i 7 legjislaturave, ka shërbyer si antar i disa komisioneve parlamentare,
ka qenë shef i grupit ton parlamentar, nën kryetari i kuvendit, si dhe kryetari i kuvendit për një mandat të plot 4 vjeçar. Ai ka shërbyer edhe në kurtin e si ministër i punëve të jashtme. Numër 3, Donika Garvolla Shvarc. Donika ka studiuar muzikë e më pas drejtësi në Universitetin e Hamburgut, ndërsa angazhimin politik e nisi gjatë viteve të 90-ta në Gjermani. Deputete e zgjedhur në 3 legjislatura, për herë të parë në vitin 2021. Mbajti detyrën e zëvendës kryeministres dhe ministres punëve të jashtme dhe diasporës për 5 vite. Në vitin 2022 u zgjodh bashkëkryetare e partisë Guzo. Aktualisht, zonja Garvolla e ushtron detyrën e zëvendës kryeministres dhe ministres drejtësisë. Numër 4, Avni Dehari. Avni Dehari ka studiuar gjuhë dhe letërsi shqipe në Universitetin e Prishtinës, me përvojë shumë vjeçare në arsim, gazetari dhe administratë publike, veprimtar, mësues, shkrimtar dhe deputet në 3 legjislatura të Kuvendit Kosovës. Është autori 33 librave letrar për fëmijë dhe të rritur me kontribut të veçantë në Kosovë e në diasporë, në kulturën dhe arsimin shqip. Numër 5, Albulena Haxhiu. Albulena Haxhiu ka studiuar në Fakultetin Juridik të Universitetit Prishtinës dhe më pas ka vijuar studimet pas universitare në Universitetin e Evropës Juglindore. Aktiviste, deputete në 6 legjislatura, kryetare e Komisionit për Legjislacion për 2 mandate, ka shërbyer si ministre e drejtësisë për 1 mandat plot. Në legjislaturën e 10 u zgjodh kryetare e kuvendit. Aktualisht, Albulena Haxhiu është ushtruese e detyrës së presidentes të Republikës. Numër 6, Hekuran Murati. Hekuran Murati ka studiuar menaxhim biznesi në Universitetin Amerikan, studimet master në menaxhim të investimeve i kreu në Hochschule Bremen dhe Universitetin e Karolinës Veriore Wellington. Ka shërbyer si analist financiar dhe konsulent Ministrinë e Financave në Bankën Qendrore dhe në Bankën Botërore. Në vitin 2019, na u bashkuan lëvizje dhe në të njëjtin vit u zgjodh deputet e kryetar i Komisionit për Buxhet. Në vitin 2021, Hekuran Murati u emërua Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve e këtë vit Hekuran Murati është emëruar Ministër i Financave. Numër 7, Xhelal Sfeshla. Xhelali ka studiuar stomatologji në Universitetin e Tiranës. Pas protestave studentore të vitit 1997, në vitin 1998 ju bashkua Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Ka punuar si koordinator në International Medical Corp Tirana dhe si drejtor nacional në SOS Kinderdorf International. Në vitin 2013 u emërua drejtori i Inspeksionit Komun e Prishtinës. Në qeverin tonë të parë shërbeu si zëvendës ministër në Ministrinë e Punëve të Brendshme, pastaj në kurti 2 u emërua Ministri i Punëve të Brendshme, këtë vit është riemëruar Ministri i Punëve të Brendshme.